E kthyer në traditë tashmë, kandidati për deputet i Partisë Drejtësi Integrim Unitet në qarkun në Shkodrës, Said Fishta, shtroi një iftar mbrëmjen e së njëjtës për besimtarët musliman të qytetit të Shkodrës. Në një ambient të mbushur me të rinj, Fishta uroi besimtarët musliman për muajin e shenjtë të Ramazanit. Nga ana tjetër, imami i xhamisë së Perashit, Adem Shahini, u shpreh se është mirësi e madhe të gjendesh në këtë muaj të begat, i cili është i mbushur me të mira. Është mirësi e madhe shumë që të gjindesh në këtë muaj të begat, muajin e mandueshëm të Ramazanit, muaj i cili është i mbushur plot e për plot me mirësi, ku nëse do të mundoheshim bashkarisht që t'i numëronim, do t'ishte e vështirë, sepse Allahu Azza wa Jall e ka bërë një muaj që veç ka të mira, Por imam Shahini nuk harroi të falenderonte edhe Said Fishtën për iftarin e shtruar për besimtarët e qytetit të Shkodrës, që në fakt nuk është hera e parë që organizon një gjë të tillë. Prandaj më lejoni që në emrin tim edhe emrin e krejt juve ta falenderojmë vllaun ton Said Fishtën për këtë iftar të mrekullueshëm, me këtë pjesëmarrje me kaq shumë të ri, elhamdulillah. Allahu ja shpërblet dynja në ahiret. E na jena mësu normalisht me iftare tilla prej Said Fishtës, jo vetëm këtë vit, po për çdo vjet i kena këta të ri ose këtë numër të madh njerëzish të cilët ftohen vazhdimisht nga Said Fishta. Allahu ja shpërbleft dhe shprehi dëshirën time, besoj është edhe juja që ta shohim inshallah edhe deputet në Parlamentin e Shqipërisë. Besimtarët musliman në vendin ton kanë nisur agjërime në muajin e shenjtë të Ramazanit, që prej datës 27 maj.